Ju njohi me titujt kryesor të gazetave e mart 30 dhjetor 2025. Gazeta Telegrafi shkruan: Kapardisja shqiptare. Botohet për herë të parë kritika e hapur e Ismail Kadares në 1999 për Ballkanin dhe liderët e përfaqësimit të shqiptarëve, e cila mbetet aktuale edhe sot. Populli shqiptar ka përpara ditët vendimtare për fatin e tij. Nëse liderët e ndjejnë se janë të paaftë të kuptojnë peshën e përgjegjësisë që kanë, ata duhet t'ua lënë vendin të tjerëve. Gjithmonë do të ketë njerëz që do ta kuptojnë më mirë këtë popull, që do të kenë dëmshuri për të e do të prinë siç duhet. Një pjesë e liderëve shqiptar, si në Shqipëri, si në Kosovë dhe trevat e tjera shqiptare, ka nevojë të ngutshme të qytetërohen. Ky popull është i varfër e është i rreckosur, por është drama e tij e rëndë që kërkon ashtu si çdo tragjedi një nivel të lartë të përfaqësimit. Opinion nga Ditmir Bushati. Kosova si burim shprese, pa paralum, pa luks, pa koncerte të tubimeve, pa muzikë tallava nëpër tribuna. Kosova po dëshmon se përbën përjashtim nga vendet e rajonit, duke hyrë në rrugën e pakhthyeshme të konsolidimit demokratik të saj. Në rast se Kosova e arrin një standard të tillë, nuk ka asnjë justifikim më për Shqipërinë, aq më tepër tani që jemi në tryezën e bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe synojmë të jemi pjesë e BE-s brenda vitit 2030. Ekonomia shqiptare vitit 2025 në një pikë delikate për familjet shqiptare dhe synimet drejt vitit 2026. Ministri i Bujqësisë në takimin me mediat zbardhi projektet e reja për bujqësinë dhe rihapjen e fondeve të IPARD. Presidenti Begaj me ushtarët e rinj, paqja dhe siguria, vlera që duhen mbrojtur, uniforma nder për krah NATO-s. Në gazetën Panorama do të lexoni: Qeveria përballë akuzave të Spakut për Akshin, Rama mbron drejtoreshën Karçanaj, kërkesa e tij. Mund ta lexoni në faqen 3. Kontrolli nga Akshi, Shehaj ngre alarmin, pronat e të dhënat tona në rrezik. Kryetari i Partisë Mundësia Agron Shehaj ngriti dje alarmin për rrezikun serioz që paraqet Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit për sigurinë e të dhënave personale dhe pronat e qytetarëve shqiptar. Shehaj theksoi se sipas hetimeve të Spakut përmes Akshit janë kryer ndërhyrje të paligjshme në kadastrën shtetërore, ku janë ndryshuar pronar-pronash. Deputeti Shehaj i cilësoi këtë situatë si një kërcënim të drejtë për pronën dhe sigurinë juridike të çdo qytetari. Mbi popullimi, qeveria hap dyert e burgjeve në fund vit, 380 të burgosurit që lirohen me njëherë, ulet dënimi për 900 të tjerë. Lamallari, uli me 7% mbi popullimin në burgje. Zgjedhjet në Kosovë, pjesëmarrja mbi 43%, vetëvendosja force parë. Bendarovski, elita politike thot NATO, por de facto dëshiron të jetë në botën tjetër. Opinione. Akshi dje, sot e nesër, si dhe shteti i sigurt nga Genc Polo. Autoritarizmi ynë i majt si etnopopulizëm. Opinion nga Benandoni. Shteti nuk ka nevojë për fishtën, shteti ka diellën. Opinion nga Franokulli. Në gazetën Panorama Sport do të lexoni: Analizë statistikore e 18 javëve të luajtura deri tani në kategorinë superiore. Kombëtarja, Shqipëria në histori, 2025 në fakte e shifra. Kampionat bunker, golat mbeten përjashtim. Dinamo dominon sulmin dhe Elbasani mbrojtjen. Rrëfimi special i kampiones, nga Gramshi në majën e Europës, Erblir Abici. Pa kombëtaren, historia ime mund të ishte ndryshe. Rrëfimi special i kampiones, rutina, ëndrat dhe ambicjet. Shifrat e deri tanishme rrëzojnë Tiranën nga elita e futbollit. Opinion nga Dritan Laci. Europë dhe superiore, ja Partizani 2025-s. Dyshe e pandalshme, Mala dhe Balaj, mbajnë vllaznin në lojë. Serie A, fundi vitit 5 skuadra në garë për titullin. Messi e dua edhe një kup bote me Argentinën. Në shërbim të suksesit, inteligjenca artificiale ndryshon futbollin. Musiala varet nga testet, Kompani e pret më herët. 2 versionet e renditjes, luftëtari nuk njeh fitore në shtëpi, ndërsa Kuksi jashtë fushë. Skënderbeu, skuadra që dominon brenda dhe në transferta. Lushnja pa trajner, Bano dhe Kadiu emrat e lakuar.